Bosnjë, pra për i resit ka vazhdoi s'ka mbrit dhe është u lexuan gjitha xhamiat, unë lexova në gjuhën bosnjake, do t'i përkthej disa ajete dhe disa gjëra të cilat janë të mira me cek. Pra lidhja është për xhamiat. Ju e dini sa xhamia janë shkatruar në Bosnjë, por besa dhe në vendet tona. Pra fillojmë me ajetin e parë i cili është në Kur'an, pra sura El-Jin, është sura 72, ajeti 18 dhe faqja në gjuhën tonë është 675, kur thot Allahu xhalla shanu thot bismillah wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Dhe mua më shpallet se vërtet xhamit janë veçantë për ta adhuruar Allahun, e mos adhuroni në to askën tjetër me Allahun xhalla shanu. Pra seron thot sot është i 2 maj viti 2025 ose i 4 i Zulhixhe i 1446 Hijri. Dhe tregon me datën kur me 7 maj i 1993 është prish xhamia, një prej xhamia më të bukura, Ferhat Pash xhamia e cila është shkatruar në Banja Luka, edhe disa xhamia tjera. Mirë, por një ajet tjetër vjen i Kuranit i cilën surën Al-Bakara sura e 2, ajeti 114 ku thot për thimin e kush mundet të jetë më mizor se ai që në xhamitë e Allahut pengon të përmendet emri i tij, të bëhet ibadeti dhe përpiqet për shkatrimin e tyre. Atyre ndryshe nuk u takoi të hyjnë në to vetëm duke qenë respektues të tyre e jo rënues. Ata në këtë jetë kanë në çmim e në botën tjetër dënim të madh. Pra, vllazën edhe përpara kanë provuar me shkatruar xhamit, edhe në Mekë kanë ta me shkatruar, e breha edhe Mesjidul Aqsa kanë ta me shkatruar gjithashtu, mirë po Allahu xhela shani ka shkatruar ata. Edhe sot gjendet edhe el Mesjidul Aqsa, edhe sot gjendet Kiama në Mekë, edhe pse kanë dashur me shkatruar. Ktu i sjeron kush i kanë ndreq këto xhamiat në Bosnjë, pra 2 Hasana kanë qenë të cilët e kanë shkruar që i kanë rregulluar apo i kanë ndreq këto xhamia për hatër të Zotit xhela shanu xhelalu. Vllazën xhamia ka vleftën e vet. Dhe në vërtetën në Kur'an, sura 9, Tauba, ajeti 180 thot Allahu xhela shanu: aty ka burra që dëshirojnë të pastrohen mirë, e Allahu i don të pastërti. Pra, përmes ku shkon xhami, shkon njeriu me pastër të shpirtin e tij, mos me pas urrëtin ndaj kërkujt. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot vllazën një hadith thot në përkthim ku është, thot që këtë toka e Zotit e ka bërë të pastër për namaz. Pra kudo që të jeni në botë, të në kontinent, jo shtet, ku të jesh në mal, në fush, mundesh me i ra Zotit në sejdë toka është e pastër. Pra, jo veç në xhami, po tokën e ka bërë të pastër Allahu xhela shanu xhelalu për namaz. Ai që e do namazin. Dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush ndres në xhami për hatër të Zotit xhela shanu, thot që Allahu xhela shanu do të ndresë atij në shtëpi në xhenet. Vllazën Kurani thot që innamal mu'minuna ikhwa. S'ka dyshim se besimtarët janë vllazën. Pra besimtarët nuk thot këta ata, por besimtarët, ata që janë besimtarë janë vllazën. Dhe e dim se në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, veç ti tregojmë për shembull, thot një ashab Suhejb ka qenë Bizantin, një Selman ka qenë Perzian, Bilali Abesin, dhe pra kanë qenë të vende ndryshme, po kanë jetuar si një familje, si besimtarë të mëdhenj që Allahu xhela shanu ja u ka dhënë. Vllazën mos harrojmë se edhe vendet tona janë bën shkatrime të mëdha. Ju e dini se siç e kam lexuar si informat në disa vende, rreth 600 xhamia ka pas në Kosovë. Në atë kohë kur ka filluar lufta. 250 janë shkatruar, ose janë prish më shumë më pak, pra gjysma gati e tyre janë shkatruar pra. Bashkia Islame bile i jep disa informata edhe më shumë. Për shembull, më shumë janë shkatruar në Pej 35 xhamia. Në Gjakov 25, në Rahovec 21, Suharek 17, në Prizren 14, në Prishtinë 13. Pra xhamia që kanë qenë më interesante janë munduar me i shkatruar. Që mos me lën gjuhë. Forca serbe shfrytzuan xhamit si vend grumbullimit të shqiptarëve të zënë rob gjatë vitit i 1999. I kanë shtirë xhamia për me i maltretuar. Pra i kanë shfrytzuar xhamiat si me kanë një centër ku me munuan besimtarë. Përveç objektive fetare të muslimanëve, dhunës së ushtrisë serbe nuk i shpëtuan as kishat katolike, pra ka pas edhe prej kisha që kanë shkatruar. Ata me qëllim kanë shkuar për me shkatruar, domethënë me mënyrë që
nuk do të munden ma me nërish. Për atë kemi me borç, me ditë, që me nërish prap xhamia të cilat janë shkatërruar. Edhe sot është, si tha që një sërgi do t'jetë për xhamia në Bosnë, mirë po edhe për vendet tona, kudo që ka si xhamia, lypet prap më nërish. Isha dha nërishin aty ku s'ka qenë. Mirë po lypet nga dhënë xhamive vlefën që e kanë, se xhamia është shtëpia e Zotit. Shkon njeriu veç për hatër Zotit shkon. Nuk shkon për kufar interesit, as për politik, as për kur gjë, shkon për hatër Zotit. Kur ti xhamia ashtu si e lyp Zoti xhaleshanu, te dini se Allahu ka na forcuar, ka na dhënë fuqi bashkim, pa bashkim nuk ka fuqi. I nejtë janë mikë, çfarë ka shkatërruar përpara, prap mundohet. E për ata duhet me pa kujdes mos me lënë përçarje. Përçarja është gjë më e keq që kanë thonë përçari e të sundoj atë. Pra vllazën si besimtar, bar besimtarët, ata që i bien Zotit sejdë, kishte me lyp me kanë si një familje. Edhe në xhamat, po edhe në bashki islame, po edhe në shtet komplet. Me kanë mos me ja kthy shpinën e tjetrit. E përcjellni shihni vetë si është puna, për atë kemë me borx, me pas kujdes. Se nëse nuk ka kujdes, besoni, ata krejt çka ka qenë interesant për historinë e kombit tonë kanë shkatërruar. 500 kulla shqiptare pra, që ka qenë tradicionale, i kanë shkatërruar. Biblioteka kanë shkatërruar prej 588 biblioteka kanë shkatërruar dhe i kanë marrë libra që kanë qenë shumë interesant, që kanë qenë shumë veshëm, dhe i kanë marrë. Arhiva Bashkisë Islame të Kosovës i kanë marrë, do me thonë, ma të për të gjysën që kanë për arhiv, që mos me ditë, mos me i pas dhe me thësa, dhe ato janë. Pra ka qenë një pasrim metodik dhe i planifikuar etnik që shqiptarëve në Kosovë dhe thotë të hupet fara. Vllazën, ne skuxojmë me leju pritë zëmu përsi diçka e tillë. Lypet me ju kthy Allahu sinqerisht. Lypet me ju kthy xhamatit sinqerisht me zemër dhe shpirt. E lypet me kontribue gjithë të cili, jo për përçarje, por për mu bashkua. Sot ka shumë që i mundohen veç me i përçarje. Shini veç çfarë organizata e ka të thash atje, që i mundohen veç me shtirë fitën mes besimtarëve apo mes popullit tonë. E lusë Allahu xhaleshanu xhelalu të na ndihmojë, që të kuptojmë heret pa ndodhur diçka. Pra të kuptojmë heret si edhimin, edhe pse vjetrit e din mirë, po të rit nuk e din, se pak ju kanë shpjeguar plesht, pak ju kanë shpjeguar për me e kuptuar me kanë punë. Vetëm i lutem Allahu xhaleshanu të na ndihmojë se mos përsëritet kurrë as në Bosnë, as në Kosovë, as kurrë në botë, çka ka ndodhur popullit tonë dhe popullit të Bosnë. Allahu na ndihmoft, na bëj për aty me të cilët është i kënaqur inshallah.